Po, në fakt ka qenë një proces i qetë dhe demokratik dje në zgjedhjet e 12 tetorit, pra në zgjedhjet lokale në Kosovë. Nuk ka pasur ndonjë incident që vlen të theksohet dhe procesi ka shkuar mirë. Në fakt Kosova mendoj që është një shembull në rajon sa i përket organizimit të proceseve zgjedhore demokratike dhe kjo duhet të theksohet. Dhe mund të them që gjithçka ka shkuar në rregull dhe një proces i tillë demokratik ka qenë edhe rezultati pa asnjë dyshim. Çfarë po flitet tashmë me këtë panoramë që na vjen, si kundër e thash, janë 21 komuna të cilat kanë dalë nga ky raund i parë dhe 17 që i përkasin 9 nëntori tashmë të shkuara në balotazh. Për të pasur një lloj pasqyrimi dhe për publikun në Shqipëri se si janë ndarë ato mes partive kryesore, ndoshta ndryshimeve që janë parë, por edhe pritshmëritë, cilat bastione kanë qëndruar në një farë forme në këtë raund të parë. Në fakt mund të them që rezultatet kanë qenë goxha interesante, nuk është që kemi një fitues apo një humbës absolut, nuk kemi një parti e cila mund të themi që ka dominuar, të paktën me rezultatet preliminare, kur nuk janë numëruar ende votat me kusht dhe votat e diasporës, vlen të thuhet ashtu siç e deklarove edhe te që në 21 komuna zgjedhjet kanë përfunduar në raundin e parë, ndërsa në 17 të tjera pritet të ketë balotazh me 9 nëntor. Dalja në votime ka qenë dikon rreth 40%, nëse nuk gaboj, që është një dalje më e vogël, ndoshta ky mund të jetë elementi vetëm negativ sa i përket këtyre zgjedhjeve, për shkak se po shihet që qytetarët nuk është që kanë interesim të dalin dhe të votojnë aq sa kishin në vitin 2020. Pra bëni krahasimin me 2021 që ka qenë 43%, pra një diferencë.